Momentalisht i kemi për mbi 16.000 përdorus me një produkt që e kemi zhvilluar në Kosovë, me marrë pjesë në një prej akseleratorëve numër 1 në botë. A kemi mundësi me pas një formë digjitale që ne i raportojmë këto gjëra te prindrit. Unë e du shumë këtë moshën që thojnë early childhood education, mosha e hershme e fëmirisë prej 0 deri në 6 vjet. Edhe pse kom përfundu studimet për profesoresh, gjithmonë kom përkushtu kësaj moshe. Kom hap kopshtin, të cilin kom punu për tashma 10 vite. Përveç asaj, jom angazhu edhe në përmes shumë organizatave, aktiviteteve të ndryshme, me grupë mosha të ndryshme të fëmijëve. Do të thonë pasioni jam gjithmonë kanë qenë mirëqenia fëmijëve. Edhe në çfarë do fushë, në çfarë do mënyre, unë jam mundu që ato që e di duke ndërtu vetën edhe duke pasuru një hurin tem në këtë lidhje, gjithmonë me e bartë të fëmijët, të familje, të prindrit, që ata me pas një kujdes ndaj tyne, ndaj fëmijëve tyne në mënyrë të rregullt. Historia është shumë interesant. Ne jemi 3 bashkëthemelues edhe ishin gjithashtu të bardhi prind në kopshtin ku unë isha duke e drejtu. Edhe gjatë pandemisë kishim të pamundur komunikimin drejt për drejt me prindër. Derisa prindrit vinin edhe gjithmonë kishin interesimin si ka qenë fëmia, sa është ushqy, çka ka ndodhur për aktivitete dhe duke marrë distancën e kishim të pamundur me përcjell ato komunikimin që ne e dëshironim. Dhe bardhi kishte një përvojë tjetër nga kopshtet më herët, kështu që unë thash, a kemi mundësi me pas një formë digjitale që ne i raportojmë këto gjëra te prindrit, po në një platformë krejt bashk. Në atë kohë kishim këto platformat Viber, WhatsApp, telefonin, mesazhet që u bë e tepërt, sepse për një drejtues të institucionit duhej me majtën mend me cilin prind, ku kemi komuniku, çka kemi komuniku, edhe kjo e bëjë shumë të vështirë menaxhimin, komunikimin e krejt këto. Mandej bardhi, duke qenë që ka një histori suksesi gjithashtu në këtë fushën e ndërtimit të aplikacioneve, atëherë tha po, le të shohim çka mund me bëj bashkë dhe jemi ulë dhe kemi fillu që tash e quajmë Kids Day, edhe kemi ndërtuar një aplikacion që është tamam një aplikacion që ndihmon në udhëheqje atyre që drejtojnë institucion të tillë. Përveç kësajna, edukatorët e kanë mundësinë për me raportu direkt te prindërit në kohë reale dhe kemi ndërtu krejt features, krejt ato që ka i duhet në përputhje me kurrikulën, në përputhje me nevojat që një kopsht mundet me i pas. Dhe më e mira prej krejt kësaj është që prindi në anën tjetër në aplikacionin e tij direkt në telefonin e vet mundet me marr një përshkrim ditor, një raport ditor, çush ka qenë fëmia, çush ka kalu, disponimin, aktivitetet, sa është ushqy, edhe pastaj kemi edhe shumë gjëra të tjera që ndoshta ka dalë më edhe më tregu sa e mrekullueshme është si aplikacion. Unë e kom 2 fëmijë, edhe e di prej kohës kur kanë qenë kopsht që sa kemi marrë prej kopshtit, vetmi raport që kemi marrë prej kopshtit ka qenë një copë letër që nuk ka tregu faktikisht kur gjë, sidomos lidhje me mësimet që i ka kalu fëmiu atë ditë, për disponime për këto tjerat nuk po flasim, po janë disa sene pak më të thella, sepse shumica njerëzve harrojnë që truni i fëmijës zhvillohet 90% prej moshës 0 deri në 5 vjeç, kështu që këto 5 vitet e para janë shumë me rëndësi për zhvillimin e fëmijës. Edhe ka qenë si nevojë që nuk ka pas diçka të tillë. Në tregun ton edhe në rajon, sidomos tregun shqip folës, nuk ka pas kurrë diçka të përafërt. Edhe kemi vendosur me bëu diçka në atë aspekt. Edhe kemi zhvilluar aplikacionin Kids Day që tash i ndihmon prindrit me qenë më të lidhur me fëmijën e vet edhe kur nuk janë afër tyne, i ndihmon edukatorëve prej raporteve që i kemi ju kursen diku 1 orë në ditë, për shkak që raportimet bëhen kohë reale edhe nuk ka nevojë me majt me shumë informata ose me lajmëruar telefonatat prindërve edhe në qete. Edhe automatikisht i ndihmon edhe menaxherat ose administratorët e kopshtit me qenë në dijeni se çka po ndodh në kopshtin e tyre, me i përcjell faturimin, me i përcjell çdo aspekt në lidhje me operimin e një kopshti të së Fillimisht kemi pas disa kopshte që kanë qenë shumë të entuziazmuar në atë aspekt, po gjithmonë ka pas pak rezistencë, është diçka e re, është ndryshimi i komplet procesit punës, prej një punës që është bën letër me laps, tash me kalu në digjitale, ka qenë pak edhe një rezistencë prej disa edukatorëve që kanë qenë pak më në moshë që është diçka e re, tash me mësu, po
vazhdimisht fokusi jonë ka qenë në thjeshtimin e operimit, domethënë, ka qenë me bo aplikacionin as thjesht sa që nuk ke nevojë me kalu ndonjë trajnim ose kurs ose diçka të tillë, po të vjen në mënyrë intuitive se çysh me e përdor aplikacionin. Momentalisht i kemi përmbi 16.000 përdorues që e përdorin aplikacionin. Kemi përdorues në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, në Bullgari, në Abu Dhabi, edhe së fundmi tash i morëm disa konfirmime për disa bashkëpunime në Angli, njëkohësisht edhe në Amerikë kemi bashkëpunime që e përdorin aplikacionin tonë. Plug and Play ka qenë, nështë me thonë, një ëndër për neve, sepse kemi mri me një produkt që e kemi zhvilluar në Kosovë, me marrë pjesë në një prej akseleratorëve numër 1 në botë, që është Plug and Play edhe që e ka selin në Silicon Valley në Kaliforni në Amerikë. Atje kemi qenë bashkë me Getin për 2 muaj, ku kemi kalu edhe në për disa punëtëri, workshope, takime me investitorë të ndryshëm, edhe nështë si rasti i suksesit për neve ka qenë që Plug and Play ka pas interes edhe vullnet me investu të na, të një kompani e Kosovës, edhe kur flasim për Plug and Play, do me thonë mos të harrojmë që është shtëpia e hershme e Google, aty u bo PayPal, është bo Logitech dhe shumë produkte globale që sot përdoren prej miliarda ndoshta njerëz. Kemi pas disa kompani të Shqipërisë, kanë qenë edhe të Maqedonisë, po nuk ka qenë asnjë në fushën tonë faktikisht. Kemi qenë vetëm kompani që mirret me teknologji të edukimit ose EdTech që thirrët në shkurt. Ka qenë shumë sfiduese për neve, se ka qenë botë komplet e re, po atje kemi pa që ka shumë potencial, që ka shumë interes edhe që mundemi me mri shumë ma shumë edhe jashtë Kosovës. Me investimin që kemi marrë prej Plug and Play është automatikisht si investim financiar që është bo në kompaninë tonë, edhe që tash po na ndihmon në zgjerimin e mëtejm të KISDEjt që me i prek ndoshta çdo vend botës. E kemi një ëndër që është një vizion pak ma larg. Qatë vizion kemi me qit një realitet shkurt, fillimisht Kosovë dhe Shqipëri në korrik, po supozojmë, jemi të e ndërtu si katalogun më të madh të kopshteve në Kosovë dhe Shqipëri. Edhe ideja është që nëpërmjet aplikacionit pastaj gjithçka ka më shku në mënyrë automatike. Nëse një prind është të kërku kopsht, mundet me hi në KISDEj, me gjetë kopshtin e preferuar për fëmijën e vet, me filtru sipas metodologjisë, sipas njohurive, sipas çmimit ndoshta ose afërsisë, njëkohësisht me apliku. Për të njëjtën rast, pastaj për edukatorët do të jetë një mundësi e mirë me gjetë ofertat punës në sektorin e tyre, me gjetë resurse për me zhvillu veten më tutje, edhe njëkohësisht për menaxherat ose kopshtet dhe qerdhet ka me qenë një platformë mirë me promovu veten, me i tregu vlera që i ofrojnë edhe me rrit prezencën e tyre në treg. Unë mendoj që Kosova është një vend shumë i mirë për me dështu lirë. Do të thotë nëse fillon një biznes në Kosovë, mund është shumë lirë me testu qatë biznes, pa hub shumë kohë, pa hub shumë pare, pa hub shumë resurse tjera, sepse jemi shumë vigilent si popull, kemi qef me i testu produktet e reja, edhe kushton lirë me dështu faktikisht. Ka fillu si nevojë për kopshteve. Fillimisht kemi marrë kërkesat e kopshteve dhe kemi pa që për një me ka nevojë për një këse aplikacioni. Kemi mundu me integru komplet senet që i vynë një kopshtit, për raportimit e prind, se çka ka hongër, çfarë aktiviteteve ka bu fëmia, në kopsht edhe deri te komunikimin, që me lecu komunikimin me pas një vend ku është i centralizum. Masandej kemi fillu edhe me pjesën ku i kemi zhvillu edhe pjesë tjera, dhe me thonë çka i nevojitet për menaxhimin e kopshtit, pjesën administrative, ku munden me forma tjeshta me i dërgu prindve edhe me marrë informacionet që aty një duhen, pashtu edhe pjesën e menaxhimit stafit, pjesën e menaxhimit edhe të pjesës financiare, dhe me thonë ku është edhe faturimi dhe pjesa tjetër që e kemi bërë. Të marrë parasysh që puna në kopsht, sidomos për edukatorët, është shumë punë e vështirë, dhe me thonë se kanë më marrë tonë gjatë gjithë kohës me fëmijët, edhe raportimin që e kanë bërë ma herët përmes letrave, edhe observimet që i kanë bërë që u dashë mi shënu dika dhe mi ruj dika, dhe tonë ato jëmë mbledh një grumbull letrash që u dashë edhe mi analizu edhe mi bo. Manualisht, ne kemi vendosur që me ndimin e AI-t, në bazë të observimit që një mësuese mundet mi bo gjatë ditës me pak klika, thjesht me AI me analizu edhe mi ndihmu mësueses për shkrimin edhe me ndihmu ku janë mungesa që fëmija ka nevojë më shumë më zhvillu, që mi a potencu mësueses edhe mësuesja gjatë kohës që merret me aktivitete, me i aprovu, do me thonë, mi marrë ato ndihmesa që ne kemi bërë me AI edhe me ndihmu fëmijën më zhvillu në pika caktuar. Gjithçka që kemi bërë deri tash, jemi mundu që pjesë që
vetë se i kanë bo edukatorët dhe administratën e kopsht, me i thjeshtu dhe me i bo shumë atleta që kohën që ata e kanë me fokusu direkt të fëmijët dhe me hargju sa më pak kohën pjesë administrative. Unë jam Brikena. Përshëndetje, unë jam Getuari. Edhe unë jam Bardhe. E kemi kriju platformën Kids Day që me ndihmu edukatorët, me u fokusu sa më shumë me fëmijët, me ndihmu prindrit që me qenë të lidhur me ditën e fëmijës tyre, edhe me ndihmu kopshtet edhe qerdhet që me pas një mbikëqyrje totale ndoshta në operimin e kopshteve të tyre.